Një institucion shumë i dashur dhe që merr vëmendje nga nxënësit e shkollave, nga shoqatat, nga të gjithë ne, është edhe shtëpia e të moshuarve. Po. Do doja të kishte ndoshta një emër tjetër, sidomos atë emrin azil nuk dua ta dëgjoj një herë që ta përdorni më, por mua më pëlqen në Gjermani u thuhet shtëpia e zotërinjve dhe është shumë bukur, sa interesante. Se jo mund ta ndrojmë edhe ne këtu. Se ndihen më me dinjitet kur I thua po ja këtu jemi në shtëpinë e zotërinjve. Ne qëndruam një copë herë me ta për të marrë sa të pak atë atmosferën, po jo kur është organizimi gati, pra që kanë ardhur të tjerë që përpiqen të bëjnë diçka, por ne shkuam në një ditë totalisht të zakonshme. Për parë tamam se si është rutina e tyre e përditshme. Po. Dhe fillimisht do donim të prezantonim për të gjithë këshërinë e teleshikuesve një rast tipik. Ishte një zotëri, u mendova se kishte ardhur të vizitonte ndonjëri brenda, pra ishte në shkollë të përdorin shprehjen shumë I canon. I paraqitshëm, si zotëni vërtet ai ishte bërgati bënte një xhiro në qytetin e shkollës. Dhe kur më thanë që është pjesë e shtëpisë së moshuarve, u befasova. Është edhe kjo intuita, apo gjatësia, shumë I mbajtur. Sepse krijohet ajo përshtypja janë të braktisur, janë pa përkrahje, nuk kujdeset kush për ta, apo kush do haj kuros këmishën, xhaketë. Zotëria ishte shumë I canon. Quhet Prengvata. Ka një histori shumë të veçantë, sjell gjithë problematikën e jetës së një shqiptari që nga një peripecit e jetës të sjellin në rrethana të paparashikuara dhe ky fat mund t'i ndodhë çdo kujt. Dhe ky lloj fati të drejton drejt shtëpisë së moshuarve. Pra, le të ndjekim rrugtimin e një personazhi shumë dinjitos, I cili për shkak të peripecive jeton sot në shtëpinë e të moshuarve në Shkodër. Nga je Preng? Në zona e Valdeksit. Zona e Valdeksit, pra ke lindur këtu, po në jetë ku ke punuar e ku ke jetuar? Që nga Firës, metalurgji, Elbasani 25 vjetë, 15 vjetë në Tiranë, në disë gruja më thënë, dhe I kanë azil privat në Tiranë, me azil atje, kotë. Gruaja sa kohë ka që ka ndruar jetë? 6 vjetë. 6 vjetë. Çfarë pozicione ke pas në punë? Punë mekanik kam punu. Mekanik, po pas ke punu të veprat kryesore në Shqipëri? Ku ke di që ke po? Kanika ta. Gjitha e punë që ke bërë atje? E ndërsu, po të shisë. Shenë mos, e metalurgjia prish. E kuptoj. Po familje ku krijove për herë të parë familje? Tu në Valdeks. Në Valdeks. Grua nga e more? Nga Berati. Nga Berati? Nga Ku e njohe? Ku e njohe? Ku e njohe grua nga Berati? Besu një në tjetës, kam I djalë. Ku e ke djalin? E kam Gjermani. Në Gjermani. Tani gjithë teleshikuesit pyesin pse si jeton me djalin? Djali mu s'kam, ashtu në letra me shkoti. S'ke letra, dokumenta. Po djali ka dokumentat? Djali po. Po nuk bën dot bashkim familjar? Ka 2 kalamaj. Kur I vjen koha. Kur t'i vjen koha. Mësova që je bashkë me vllajin këtu, në azil. Po ai çfarë problemi ka pasur? Pse ndodhet ai këtu? I ka vdek e shoqja, I ka vdek mas grusime. E kuptoj. Ai ka fëmijë? Si, po I ka në Amerika një, në vajzën, djalin e ka në Gjermani. Edhe ai nuk ka mundur të bashkohet dot me fëmijët? Për në Amerikë nuk e di, sa atje ka mund si shkojmë, por nuk do vetë. Nuk dëshiron vetë ky që të shkojë. Të jetoje vetëm e kishe të pamundur, kështu që ti zgjodhet që të jetosh më mirë në azil. Po jeton vetëm që të pamundur se kone Saliveris, unë kisha një shtëpi në Tirana Re, 110 metra katror, me punë, menja ime, e puna me emrin të djali shtëpinë. Ajo nda patinusët të nga Elbasani, nda me te, mori gjysë në shtëpisë e, ma shumë të gjysë mori. E unë e gruja ngeni pa Azerbajdžani. Vetë pa asgjë? Pa asgjë. Pasaj djali iku në Gjermani? Djali ka ikë për para në Gjermani, se po të kështë djali këtu ishe ndryshe. Nuk mbajtë gjysmën e shtëpisë? Gjysmën e shtëpisë e mbajtë, po dole ma shtëpia. Pse? Aqë ishë. Kështu që s'kishim ku manko kërkon me avokate me drejt, avokate do pare punës banë. E kuptoj.
Jemi shumë kurioztar, sot ka dalë pensioni, pra ke punuar në veprat kryesore. Në fillim fare, u kam dalë nga dalë 196.000 lekë. Se isha në privat, 15 vjetë të fundit. Të polisterol në Tirana, se ke parasysh, izoterma, si mund të thush. Më dhe ajtë u rritë është, mirë bada në me bëshirë familja. E kuptoj. Gjysma të keqes se pas ke vëllai në dhomë, jeni bashkë me vëllain këtu. Vëllai po, është i smura dhe i smura. Është i smur. Jeni bashkuar tashmë në Shkodër, pra mbasi ke lëvizur nga Tirana, ja ku jeni në Shkodër këtu. Sa vite ke me vllain që jeton bashkë? Ka marrë për para këtu, vllai të shikarë. A vllai tani ka? Të shikarë, në 2 vjetë ka. 2 vjetë. Po ti sa vite ke këtu? 2-3 vjetë. 2-3 vjetë. Këtu. Këtu. Ndërsa gjithsej në azil? Mana aty unë 6 vjetë. Që ishte kam nga dekuja, kam qenë azil privat në Tiranë. Po. Je për shtat? Këtu është shumë mirë. Kurse ajo Tiranë, ajo privat ishte o zëllim. Po pse? S'kishte asnjë lloj shërbimi, asnjë lloj gjë. Nga 3 veta në përdhoma, njerëz kodë ato. E kuptoj, tani je me vllain? Kuzhinë. Po. Po, voja vetë, po më ka vallë dhe me kërkove me vetë. Po patjetër. Tani kush gërhet më shumë, ti apo vllai? Se di. Do me thënë gjume nuk jo prishet nga njëri tjetri. Dakor, jeta që bën këtu, përgjithsisht, çfarë jete bën te azili i Shkodrës? Po unë të azili i Shkodrës, kanë bërë aktivitete këto më thënë, kam shku në çdo aktivitet, kam shku. Kushtet e të mira. So, u kanë qenë i vogël, 7 vjeçare, se s'kishim më të herë fshat 7 vjeçare, e kam bërë këtu. Te konvikti Tom Kola, 7 vjeçare. Po. Edhe janë kushtet një lloj si kam qenë atëherë sot. Pra të mira atëherë, të mira edhe tani. Po bravo. Të shoh tani që e veshur e kështu, me siguri do bëjë ndonjë xhiro të vogël në qytet. Të pëlqen të dalësh në qytet? Dal, po s'kam atë fushim as na kam. Jam edhe me djatë vetë. Po mirë, fesën e fund vitit, ndrimin e viteve këtu do e kalosh? Ku do shkoj të mbush? Djali nuk vjen? Ja, është ti. Është në Gjermani, ë? Ka krijuar familje e atje? Do fëmijë ka, një djalë vaj. Po. Pas për vizit nuk do të shkosh, se ti mund të shkosh e të vish. Isha në maj, ku isha të thinje, no? Pra ti shkon dhe vjen, a? Po vëllai do i vi ndonjë fëmijë. Ndonjëri do vi për fesa. Në Armenia. Jo, ë? Jo. Po këtu mirë do e kaloni, gjithsesi edhe këtu. Unë nuk kam vrejtje. Jo se do me lavdru, me thanë vetëm, se kushtet kanë arë kështu më tanë, po shërbimi është i përsosur. Po atë mungojnë fëmijët, jeta familjare. Mungon gruja e bëllë, por më se fëmijët. Një bravo. Gruja dhe është qifti, burë gru. Nga më të afërmit gruaja duhet dashur shumë, ë? Kështu që edhe ta trajtoj mirë, se ka shqiptarë që se trajtojnë gruan mirë. Dhe emisionet në televizorit, i vrasën e i bënë. Pra gruan duhet ta dojnë fort e të kujdesin që të ketë jetën e gjatë. Me ta është një tjetër. Një urim për të gjithë shqiptarët që po të ndjekin tani. Që me thoi shqiptarët? Ja gëzuar fesat ose që të themi moshës tënde? Në ta kalës të më mirë, keni e gjatë, pa dhimbje, pa ashtu me të. Gëzuar të ti mos u mërzit, se ke shoqëri të mirë këtu, ka aktivitet.